Ndërkohë për ngjarjen e mbrëmshme ka reaguar me një informacion paraprak edhe vetë policia. Në njoftimin e bërë publik theksohet se rreth orës 21:30 minuta në vendin e quajtur Qaf 6 në lokalin në pronësi të shtetasit RI, gjatë një konflikti për motive që do të zbardhen gjatë hetimit mes disa personave, ku fillimisht konflikti ka nisur me sende të forta e më pas me përdorimin e armëve të zjarrit ka mbetur i vrarë shtetas si RI, 66 vjeç, banues në Qaf 6 Sarand. Gjithashtu, dyshohet se gjatë konfliktit me armë zjarri është plagosur edhe një shtetas tjetër, i cili ende nuk është paraqitur për ndihmë mjekësore dhe nuk është identifikuar. Nga veprimet e para hetimore dhe informacionet e siguruara në vendngjarje, dyshohet se shtetasi LT ka vrarë me armë zjarri shtetasin RI, pra autori dyshuar është Lulzim Tabaku, ndërsa viktima Recep Ismaili dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes së bashku me persona të tjerë të përfshirë dhe me shtetasin që dyshohet se ka mbetur i plagosur. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli në të gjithë zonën për kapjen e autorit dhe personave të përfshirë në konflikt. Njëkohësisht po ushtrohen kontrolle në spitalet rajonale dhe në klinika private me qëllim identifikimin dhe gjetjen e shtetasit të dyshuar të plagosur. Grupi hetimor është në drejtimin e prokurorisë, po vijon veprimet për zbardhjen e plot dhe dokumentimin ligjor të kësaj ngjarje. Është njoftimi i bërë nga ana e policisë lidhur me këtë ngjarje.